Rritet ndjeshëm numri turistëve në Vlorë, veçanërisht i atyre që zgjedhin ture drejt Sazanit dhe Karaburunit, edhe pse muaji korrik sapo ka nisur. Gjithçka tregon se Vlora do të jetë një nga destinacionet më të kërkuara të kësaj vere. Një nga zgjedhjet kryesore të vizitorëve mbetet turi me anije turistike në gjirin e Vlorës, me ndalesa në ishullin e Sazanit dhe gadishullin e Karaburunit. Turistë nga Çekia, Polonia, Suedia dhe vende të tjera europiane kanë zgjedhur Vlorën për pushimet e tyre verore. Ata shprehen të impresionuar nga bukuritë natyrore, uji kristalt dhe mikpritja, ndërsa nuk mungojnë edhe ture turistike që ofrohen përgjatë Bregdetit. Jam nga Çekia dhe në fakt vi për herë të parë në Vlorë dhe jam duke shkuar në ishull për ta parë nga afër pasi kisha dëgjuar për këtë tur. Jam prej disa ditësh në Vlorë dhe do qëndroj deri në fund të javës. Jam mjaft e kënaqur me atë se çfarë kam gjetur këtu. You are from? Belgium. Belgium. You like it? Unë jam nga Belgjika, në fakt flas shumë pak anglisht, por di të them se jam ndjer shumë mirë deri më tani këtu. Jam bashkë me familjen time dhe sot po bëj një tur me anije turistike. Dua ta shijoj këtë vend. Yes, it's good. C'est bien. Struga. Po, Jeni për sa ditë pushim në Vlorë? për disa 3-4 ditë. Sot ke zgjedhur një tur ndryshe? Sot zgjodhëm diçka me anije më ndryshe. Një shëtitje. Më herët në Vlorë çfarë keni vizituar? Era parë vlla që e vizitojmë këto. Shohim, besoj sot një shëtitje të bukur. Sazani, diçka tjetër. Sa ditë qëndrimi ke vendosur në Vlorë? Deri në fund javë. Faleminderit. In Poland. Poland. Jam nga Polonia dhe vi për vizitë disa ditore për pushime në Vlorë, një vend i bukur dhe po më pëlqen shumë klima. Besoj si dhe kam dëgjuar se edhe ky tur është shumë i bukur. Yes, tutaj Albania very good. Sweden. Yes. Jam nga Suedia dhe vi për herë të parë në Shqipëri dhe në Vlorë. Nuk isha dëgjuar më parë për vendin tuaj, vetëm diçka për Tiranën që vizitova pak ditë më parë sapo mbrita nga Suedia. Kam pasur thjesht disa rekomandime për ta vizituar Shqipërinë, por po e them se po më pëlqen shumë. Sot do të shkoj edhe në ishull dhe në këtë tur me anije turistike. Jam i kënaqur deri më tani. Kam gjetur një klim të mrekullueshme, por edhe një mikpritje shumë të mirë. Po e shijoj me të vërtetë. Not Vlorë, Tirana, and about your dictator. Turi drejt Sazanit dhe Karaburunit i shoqëruar me një shëtitje me anije turistike në gjirin e Vlorës, mbetet një nga preferencat kryesore të turistëve të huaj edhe këtë sezon veror. Ky është një nga destinacionet më të kërkuara nga vizitorët e shumt që kanë zgjedhur qytetin e Vlorës për të kaluar pushimet e tyre verore.